sepse unë nuk mendoj që ka arsye më vazhdu aq gjatë, për shkak se vetëm nëse hinë komësoria në Iran, sepse nuk i qami bo ma shumë. Do me thonë, sepse u shkatru gjithka, jemi dëshmitar se gjdo produkt ka fillu me hype, dhe produktet esenciale gjithashtu. Unë ta thash edhe ma herët, krejtë më varet se a ka mundësi mu kontrolu kjo situatë. Irani gjithmonë po mbështetet prej Rusisë që ti në një marrëveshje përveç do me thonë asajna paqes, ti duhet të imesh edhe kompenzimit e domeve të luftës, ndërsa në anën tjetër Rusia në kompenzim për Iranin e furnizon me armatim dhe me informata për mes shpionazhe, satelitave tjera, kështu që me thonë me gjasë Rusis i konvenon me eskalu lindja komplet, për shkak se me thonë Amerika si aleati kryesor dhe fuqia kryesore e prodhimit të armëve dhe mbështetjes financiare dhe me armatim për Ukrainën, me thonë nëse ka një problem dysor dhe nëse eskalon lindja që momentalisht përfshin rreth 20 shtete atje, atër sigurisht që kjo i shkon për shtati, kështu që me thonë një farë mënyre Rusia dhe ka mundësi ta shantazhoj për shkak të vazhdimit të furnizimit me informata dhe informacion, dhe e keq përdori Iranin dhe kjo nuk po jep sinjale në një marrëveshje të shpejtë, dhe kjo automatikisht do të vazhdon me ndikimin në rritjen e çmimeve dhe sigurisht që ndikon negativisht në buxhetin e qytetarëve, për shkak se do me thonë dhe intrë dhe tërë për rezervor ka mundësi momentalisht e ka ngritë çmimin dhe kjo automatikisht e bjen edhe konsumi, për shkak se ti ke një buxhet për shembull 100 euro në muaj për karburant, dhe ti nuk i mundësi me do ma shumë, atër kjo i bjen se ti ki me ble litra ma pak dhe duhet me e kursy qarkullimin e pa nevojshëm për shkak se nuk ta lejon buxheti familjar. Zen, a është kësë kriz afat shkurte, a po duhet më pregadit për periuda ma të gjata të pasundshmërisë? Se na e dim si situata pantëm Covid me shumë gjana tjera, automatikisht i bën njerëzit një panikë, të ditë që derivatet ndikojnë drejt për drejt të korporatat, të mbaja, të kompanitë prodhuese, të qytetari dhe është domosdoshmërisht i çmimeve. Jemi dëshmitar se çdo produkt ka filluar me hype dhe produktet esenciale gjithashtu. Unë ta thash edhe ma herët, krejtë më varet se a ka mundësi mu kontrolu kjo situatë. Unë sa po shoh, sa po muna me lezu në këtë situatë, Amerikanë janë të interesuar për një zgjedhje, edhe Irani gjithashtu është interesuar për një zgjedhje, Izraeli vazhdon me qenë agresiv me sulme ndaj Iranit, dhe partnerët e Iranit vazhdojnë me i bo presion që Irani mos me pranu një marrëveshje e cila nuk është shumë e favorshme për Iranin, që kjo është e pamundshme sepse në teren janë shumë të disfavorshëm, ju ka shkatru e gjithë infrastruktura, dhe me thonë ushtarake dhe mbrojtëse, dhe Irani vazhdon me bo pak rezistencë me ato dronat dhe me disa raketa balistike, me gjithat, dhe me thonë fuqia shumë e pa barabartë. Po të e pas parasysh krejtore thona, unë vetëm nëse përfshihen shtetet tjera në luftë, sepse unë nuk mendoj që ka arsye më vazhdu aq gjatë, për shkak se vetëm nëse hinë komësoria në Iran, sepse nuk i qami bo ma shumë. Do me thonë, sepse u shkatru gjithka, tash do me thonë kërsnimi i fundit të presidentit Trump ishte. Para një ore. Po, që do me thonë nëse nuk ka një marrëveshje, atëre do të fillojmë centralet e energjisë, që në centrale, me thonë, jenë impiantet kryesore të prodhimit e energjisë për të gjithë shtetet, aty ka edhe centrale bërthamore që prodhojnë energji, po ka edhe centrale që prodhojnë, do me thonë, prej gasit edhe prej naftit edhe prej produkteve të tyre, dhe kjo e bën që, me thonë, shkatrimi i asaj infrastrukture është një kolaps total i krejt shtetit, dhe kjo është një problem tjetër, sepse targeti i SBA-ve ka qenë, me thonë, vetëm infrastruktura ushtarake dhe ndrimi i regjimit, dhe kjo kalon në një fazë tjetër, ku kjo prek edhe të gjithë civilet, për shkak se po flasim për një energji elektrike që funksionon gjithë shka, dhe me thonë, s'ki as televizion, s'ki as ujë, s'ki as, me thonë, informacion, telefon e tjera, dhe pastaj kjo kalon në një kollaps shtetëror të përgjithshëm, dhe unë menoj që Irani nuk ishtë dosht të ketë atë interes dhe e din që s'ka mundësi më mbroj dhe e din që ajo bot, unë mendoj që kanë me këshyr me zgjat këta fond.